kënaqësinë ta ndaj studio me Feriol Tozunin, ekspert turizmin. Mirëserdhët. Përshëndetje. Atëherë, zoti Tozuni, si ka nisur ky sezon me aq sa ju e keni ndjekur dhe e keni parë me të njëjtat problematika apo ndoshta ka pasur dorë, le të themi kështu? Kjo puna e problematikave është sa e keqe, por është edhe e mirë, sepse shohim problematika se kemi turist. Po mos kishim turistët nuk do i shihnim, nuk do ishin në dukje. Fillimisht u duk të paktën 2-3 muajt e parë u dukën pak skeptik, sepse ndoshta nga që ishim mësuar që të shihnim rritje shumë të mëdha, të paktën nga statistikat rezulton që është një vit që vazhdon me të njëjtin ritëm rritje si 2 vitet e mëparshme, pra jo me atë rritjen galopante 50% sa që mësuam direkt pas pandemisë, sepse ishte edhe logjike, por të paktën statistikisht jemi me një rritje në numër, ndoshta tek 10, 12 apo 15% që nga viti i kaluar për të njëjtën periudhë flasim. Ajo çka bie në sy, që ndoshta do një analizë goxha të zgjeruar, është fakti që kemi një rritje dhe në të ardhura që ka, apo në shpenzimet që turistët e huaj kryen në Shqipëri. Dhe kjo lloj rritje vjen edhe si rezultat i faktit që jemi të gjithë vetëdijshëm janë rritur çmimet si rezultat i karburantit, inflacioni dhe shumë gjëra tjera, pra çmimet janë rritur në të gjithë botën, jo vetëm tek ne. Por ajo çka më pëlqen të shoh, pra më pëlqen të shoh pjesën plot të gotës në këtë aspekt, është fakti që kemi filluar sadopak, jemi ende larg, por kemi filluar sadopak të mësojmë të shesim Shqipërinë turistike. Pra, ku e gjeni këtë ju, zoti Tozuni, ku e shikoni? E shohim kryesisht tek aktivitetet ekstra që kryen në aspektin e industrisë turistike në Shqipëri. Pra, turisti huaj tani më nuk vjen në Shqipëri